Në një punishte të vogël në qytetin e Korçës vazhdon të mbijetojë një zanat që dikur ishte i domosdoshëm për jetën dhe punën në fshat. Estref Qelemeni është ndër të paktët mjeshtër që ende punon si saraç duke riparuar dhe përgatitur pajisjet e kafshëve të punës, një profesion i trashëguar nga babai. Që në fëmijëri, Estrefi kujton se kalonte orë të tëra duke parë teatrin teksa punonte me lëkurët, shalat dhe pajisjet e kuajve dhe mushkave. Zanati kam mësuar kryesisht nga babai, e kam nga prejardhja. Isha i vogël, po që shikoja kur punonte, si punonte. Kohën e sistemit kishte shkolla të cilat i përkisnin atij lloj sistemi dhe u bëra mekanik, sektorin mekanik, saldator. Po saldatori kvalifikimit të lartë me patent, thuajë. E vjetër e moç me babait, sepse edhe mallin e kisha, po edhe një orë kisha se si gatiteshin këtë punë. Dhe vendon se të bëhesh saraç. Bëhem saraç. Nevoja e punës dhe nevoja e të quajturit lek ekonomi. Mi kënaqur sepse çdo gjë e bëm në duar tënde dhe faktikisht shqyr Zotit mirë jemi. Kërkesat janë pak të frenuara, po gjithë që ka, të gjitha si përket anës blegtorale. Se ka nevojë edhe blegtoria e delës, edhe e lopës, edhe mua më jep avantazh edhe lëkura që e kam mallin tim, edhe jam. Koha ka ndryshuar dhe përdorimi i kafshëve të punës është reduktuar ndjeshëm. Ai vijon ta mbajë gjallë këtë zanat tradicional. Por ndryshe nga brezi i tij, Estrefi thotë se e ka të vështirë të trashëgojë profesionin tek fëmijët. Ata prej viktesh kanë emigruar jashtë vendit dhe nuk janë lidhur me zanatin që ai mësoi nga babai. Kështu, bashkë me Estrefin rrezikon të shuhet edhe një nga zanatet më të vjetra artizanale të qytetit të Korçës.